Kështu që sa do artikulim që të ketë... Jo, unë më tepër e kisha te masa e sigurimit, Fatjon. Te masa e sigurimit. Pra ideja është që është ai debati që ku jetë qatë shumë para burgimit nga burgimit. Praktikisht asgjë. Asnjë. Madje përkundrazi kemë më pak të drejta se që ka një i dënuar. Në ç'kuptim? Për shembull, në kuptimin e takimit. Ndërkohë që për shembull janë të dy në kufizuar. Njëri është me vendim formës prerë, tjetri është para burgim. Te 313 janë para burgosurit. Janë sektor vetë. Tani, mos të hyjmë teknikaliteteve që mos ta bëjmë shumë. Por, sigurisht që një i dënuar, sipas ligjit për të drejtat e dënuarve me burgim, ka të drejta më të mëdha se një i paraburgosur. Filluar që nga takimet me familjarët, që nga takimet martesore, pra të drejtat takimet speciale, që nga mënyra se si ushqimet, liria që ka aty brenda, pra mbyllja e dyerve në sektoret ajrimi, pra një i dënuar ka më shumë të drejta se një i paraburgosur. Dhe një i paraburgosur, pra ndaj ecën një me një e gjysmë, jo vetëm për shkak të prezumimit pafajësisë, por edhe për shkak të cënimit të njësër të drejtave që ka një i dënuar në raport me një të paraburgosur. Unë besoj që tani më është koha së duke qenë se kemi marrë një pjesë të sistemit të drejtësisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2016, që bëhet fjalë për prokurorët e posaçëm dhe gjyqtarët e posaçëm, që duhet të kenë një trajtim special, unë them që ka ardhur koha që t'i marrim edhe një model shumë të mirë që ata e kanë në raport me krimet e jakave të bardha. Unë besoj që ka ardhur koha që të krijohet një sektor i posaçëm, se jo edhe një institucion i ekzekutimit të vendimeve penale, ku që të vendosen të gjithë personat, jo për të pasur më shumë të drejta. Unë s'jam dakord këtu. Jo për të pasur më shumë të drejta. Unë s'jam dakord këtu. Pse duhet kenë këta privilegje? Jo, nuk e thash privilegje. Më shumë se njerëzit e tjerë. Nuk e thash. Po, unë do isha për burgjet private. Po, ajo është histori tjetër. Të lutem më le ta përfundoj. Një sektor i krimeve të jakave të bardha nuk kupton që të kenë privilegje më shumë se të paraburgosur apo të dënuar të tjerë. Nuk kupton që këta persona me një rrezikshmëri shoqërore të ulët, të mos jenë në të njëjtin qeli me persona të tjerë të cilët rrezikojnë. Nuk është dursi ashtu? Jo, nuk është. Pra, është praktikisht, por nuk është ligjerisht. Dhe njerëz të cilët mund të jenë me mas sigurimi arrest në burg, por që kanë nevojë të ushtrojnë profesionin e tyre, i cili nuk lidhet drejt për drejt me profesionin e tij, sigurisht që këta njerëz mund ta ushtrojnë edhe profesionin e tyre. Pra thënë ndryshe, një mjek, nëse dënohet për një vepër penale që ka lidhje me jetën e tij private, dhunë familje, ai mund ta ushtrojë shumë mirë detyrën e tij sepse nuk lidhet me detyrën e tij, me profesionin e tij. Këtu muhabeti komplikohet. Jo, nuk komplikohet për aq kohë sa kemi modele të suksesshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për sekretar bashkia, apo jo? Po. Pra e prezumon që, Spaku e prezumon që ka shkelur ligjin sekretar bashkia. Në kohë ai vazhdon të jetë kryetar bashkie. Dhe ti, në këtë moment, dhe Rama këtu kishte drejt kur tha, në këtë moment gjykata kushtetuese thotë duhet të kryetar bashkie, atëherë lirohet dhe që këtu vjen... Qohen gjëndet lirë. Stremburg prapë. Nuk është zbatu vendimi gjykatës kushtetuese. Nuk ka asnjë gjë të keqe që krimet e jakave të bardha të trajtohen ndryshe ashtu siç janë në gjithë botën e qytetëruar. Nëse një avokat, një prokuror, një gjyqtar, një financier apo dikush tjetër ka gabuar. Sepse Sarkozia e bëri burgun në gjithë me tjera, ca fillon të kovutalde të prandaj e liruan edhe para kohë me kusht të kol bëri 3 javë burg. Mirë, pra lirohej me kusht, është tjetër gjë pastaj, po burgjet e ka pse të ketë favore. Lidhe me kushtet e burgjeve. Jo domosdoshmërisht lidhet me favorin, s'ka asnjë gjë. Sepse Ilir Meta ka qenë kryetar që është marrë me ligjet e reformës në drejtësi. Pra është marrë me gjithë të reformët e pa vetë se çka ka bë. Pra se një pjesë e reformës janë dhe burgjet. Pra, ku do rrinë këto të arrestuar, do rrinë burgje dhe flet për kushtet e burgjeve, që nuk janë siç duhet. Pra, që këtu vetë një person, ish presidenti i Republikës Shqipërisë, ankohet. Do të thonë se duken për çështje qesharake për një poç në banjo, po tash të vetë poçë se në banjo duhet dritë, se ato janë banjo të mbyllura, do që s'ka dritë. Vetë janë gjëra elementare, vetë drita, ose se për këto që kemi dëgjuar. Ankesat për ujin apo gjë, tash janë gjëra elementare që të paktën kufizimi i lirisë duhet ketë, po s'duhet shkoj kufizimi deri në atë sa të cënohet mënyra e jetesës normale. Jo, me thënë vërtetën kur pash përfiturimin e Ilirit Fatjon, thash, jo mendo çan ajo është e qartë, domethënë nga pikpamja krahasimore. Pra po të shohësh dy foto, aty duket qartë që kemi një transformim. Përfiturim.
Unë pyetjen e kam, zoti Meta ka aksesin dhe interesin publik, pra njerëzit me si prisin ta shikonin etj. Ç'a ndodh me një person tjetër, me një fakir thjesht? Domethënë, fakir duhet marrë masat, duhet ndërhyet. Sepse Si ndërhyet? Po ndërhyet qoftë burgje e parë herë. Si po futen këta njerëz burg, ma përgjegjësi për këtë punë. Pra këta që i fusin. Zoti Brau thotë që e kemi ulur me 53% numrin e paraburgimeve vitin 2025. Okej, zoti Brau ka ardhur në fund dhjetorit. Zoti Brau, domethënë se spaku. Puna e tij do shihet më mirë në fund të këtij viti. Ka 2% çështjeve, të gjithë. Pra gjithë çështjeve dhe ka gjithë Shqipërinë. Duhet të shojë politika penale 10% të arrestuar. Jo flas të çështje. Të numri çështjeve janë 2. 10% të paraburgosëve. Duhet të ndryshoj politika penale. Pra, nuk duhet pa masë sigurimit si masë dënimi, se kjo është një mentalitet. Pra, trimburg aty. S'ka trimburg, duhet vënë masë tjerë. Ka masë alternativa. Neve po na rezulton, po dënohemi jashtë shtetit. Po dënohemi qoftë politikisht nga organe politike, po dënohemi edhe nga gjykata, dhe ne vazhdojmë me këtë. Mendoj që është pozitive vendimi unifikues i gjykatës lartë që presim dali, pavarësisht shkaqeve pse është, që të vënë kriteret qartë. Dhe dyta, në rast se vazhdohet prapë me paraburgim, duhet ndryshohet ligji për masat disiplinore për magjistratët. Ai që fut tjetër në burg s'duhet të rrimë atë, sepse kush i ka mush të burgje? S'ka bova ki në herë 35 vjet. Jo, gjykatës, se në fund fare spaku prokuroria është palë. Atëherë ti do marrësh përgjegjësinë, nëse je i paaft, se një të patën kur e shef çështën që është e dobët, çohet pa masë sigurimi. Në rast se merr pafajësi nuk ka një pasojë. Pra siç ishte rasti zotit, myzyra vetëm një pezullim nga detyra, nuk ka si pasojë. Po tash personi ka bu burgun. Tash pafajësia çfarë vlerë ka? Jo, e hoqën. Jo, më e bukur është një muaj më përpara u shkarkuar nga qeveria. Pasojat tash që s'pas ka bërë gjë. Tash Ilir Meta ka dhe pasoja fizike. Ky tjetri sot të arrestuan, të zekën e arrestuan, e shitën fotografi, thanë ke bo këtë, ke bo atë. Sot tel gjykata sot s'ka bo asnjë gjokë, ndërkohë ka një vit që gazetarët dëmi moral pastaj. Po ç'është dëm psikologjik, lere moral, po është psikologjik. Se sadosh ai të fitojë gjyqe për rikthim në punë dëm shpërblim, prap nuk ja shbën gjithë ato që nuk kthehesh më normal. Ndërkohë kemi edhe shumë qytetarë burgjeve, për 1 gram ashash, 2 gram. Shkojnë në oficerët e policisë gjyqësore, bëni blerje simuluar, i kemi në burg këta njerëz. U mytën me statistika falsifikuara. Sepse trafiku drogës duhet t'i të kapësh trafikantin, jo atë që shkojnë nxit polici. Thot, ke drogë se ta japur, ose kemi pas raste, ke një pushk. Kor gjej pushk, gjej i pushk, tjetër kalon para shumë se i herë dhe e fundos tjetër. Pra, është vetë policia që e nxit krimin, thot, gjej drogë se t'ja plek. Jo, ti vore pikën mi, duhet kapen trafikantët. Njërë për tyre shkapën në Brazil, i qikë vonë, po më vonë se sa kur. Dhe ky është debati që do bëjmë në minutat e mbetura në pjesën e dytë pas arrestimit të Ervin Matës. A mos duhet realisht spaku të fokusohet pikërisht tek ky objektiv shumë i rëndësishëm, që të shkëputës lidhjet e krimit me Shqipërinë dhe të ardhmen e saj. Rikthehemi pas pak. Ervin Mata i arrestuar në Brazil lëvizte në vendet e Amerikës Latine me 3 dokumenta false. Në momentin e arrestimit nga policia braziliane, 39 vjeçarit i janë gjetur dhe sekuestruar një pasaport bullgare e skaduar në vitin 2024 dhe kartë identiteti bullgare e vlefshme deri në vitin 2029. Gjithashtu ai ishte i pajisur me kartë identiteti të Paraguajt me vlefshmëri deri në vitin 2030 me vendlindje në Mbretërinë e Bashkuar. Në këtë dokument fals 39 vjeçari rezultonte me emrin Christopher. Me anë të këtyre dokumentave të falsifikuara, Mata lëvizte në Shtetet e Amerikës Latine ku vijonte aktivitetin e tij. Lëvizjet e Matës mbaheshin përkohësh në vëzhgim nga autoritetet shqiptare në koordinim ato ndërkombëtare. Madje gjatë arrestimit ai ka tentuar të fshehë identitetin e tij, por oficerët kanë qenë të bindur pasi e kishin në gjurmë. Pasi u kryen analizat e gjurmëve të gishtave, u vërtetua se kishin të bënin pikërisht me Ervin Matën. Mata ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi në vitin 2023 gjatë një procedimi të regjistruar nga SPAK, u kryen hetime në bashkëpunim me Eurojust, Europol dhe agjencitë lisbatuese belge, franceze, holandeze, gjermane, braziliane dhe kolumbiane, lidhur me disa
shtetas shqiptar të përfshirë në këtë veprimtari kriminale në Shqipëri, Amerikën e Jugut dhe në disa shtete europiane. Një vit më pas, prokuria e posaçme finalizoi operacionin për goditjen e grupit të strukturuar në trafikun e drogës me veprimtari në Shqipëri, Amerikën e Jugut dhe Europë, ku në qendër të tij ishte Ervin Mata. Pjesë e këtij grupi të strukturuar kriminal dyshohet të jetë dhe djali i Erzem Breçanit, Eralbi Breçani, i cili u vetdorëzua në Spaj më 2 prill të vitit 2026. Gjatë bisedave nga aplikacioni Sky ECC, Mata rezulton se kishte trafikuar një sasi prej 240 kg kokain nga Brazili drejt aeroportit të Frankfurtit në Gjermani. Gjykata e posaçme 3 vite më parë ka caktuar masën e arrestit me burg për trafikim narkotikësh, si dhe grup të strukturuar kriminal. Emri i Matës doli dhe gjatë përplasjes me armë në një lokal në ish blok në vitin 2018, ku mbeti i vrarë Fabian Gaxha, truproja i Ervis Martinajt, ndërsa u plagosën Martinaj dhe një tjetër person i përfshirë. Mirë, plasim pjesë e dytë për këtë zhvillim tjetër të rëndësishëm. Atëherë bëhet fjalë për arrestimin e Matës, ndërkohë dhe vetdorëzimin e Breçanit në Spanjë. Brenda 2-3 javë, pra bëhet fjalë për një diçka po lëvizte. Koordinim, le të theme. Çështja e Ervin Matës, domethënë gjurmimi i tij dhe se me sa duket ai është kapur për shkak të një veprimtarie të re që ai ka kryer. Të paktën me sa komunikimin që pata sot me policinë e shtetit,